Mirëmbrëma të dashur shikues. Sot po rikthejmë një mik të emisionit, Gjergj Thanasit, gazetarin investigativ. Mund të themi me kërkesë popullore, pas podcastit të parë që kemi bërë së bashku para rreth një muaji, ka pasur kërkesa nga ju që Gjergj të rikthehet. Natyrisht Gjergj ka dashur të rikthehet, ne kemi dashur ta rikthejmë, por duhej një motiv. Në emisionin e kaluar kemi folur për lajme që i dinte vetëm ai, ende të pakonfirmuara në mediat e tjera, për kontraband lëndësh të rrezikshme përmes territorit shqiptar. Kontraband lëndësh të rrezikshme që vinte nga jashtë Shqipërisë, transitonte përmes Shqipërisë, duke rrezikuar kështu shëndetin publik të shqiptarëve dhe që me sa duket synohej të trafikohej jashtë Shqipërisë. Sot Gjergj rikthehet me fakte të reja dhe me siguri që do të ketë përveç kësaj edhe gjëra të tjera për të thënë. Komentet e tij pikante për sjelljet e kryeministrit ton për lojën gjeopolitike, ndoshta edhe ndonjë fjalë për atë që është bërë tema e nxehtë e ditës, dosjen Epstein, por këtë do ta shohim në fund. Zoti Thanasi, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Faleminderit. E nisë të thuash në podcastin e kaluar që Shqipëria është vend tranzitimi lëndësh të rrezikshme, tingëlloi si teori konspiracioni. Si një gjë që e shikoja vetëm ti në ëndër. Tani një nga burimet më serioze për gazetarinë investigative janë vendimet e gjyqësorit, prokurorisë, gjykatës. Kuptohet, është prezumimi pafajësisë derisa të merret një vendim i formës për erë, bla bla bla, por në moment që një gjykatës firmos si thot letër, ajo është një burim shumë serioz për gazetarinë investigative. Në gjykatën e Durrësit janë firmosur këto, janë 140 faqe nga gjyqtar Orgen Nazaj. Dakor, 140 faqe. Çfarë është? Dhe këtu është për kontrabandën me mallra nën kontroll ose të ndaluara, se ka lloj-lloj kontrabandash, kontrabandë thjesht, kontrabandë me mallra që paguajnë akcizë. Kjo është kontrabandë shumë e veçantë. Dhe nuk bëhet fjalë për kile, për kuintal apo për pak ton. Këtu në këtë dosje bëhet fjalë për totalin nga 36.000 tonë. 36.000 ton materiale të rrezikshme? E dëgjova mirë, 36.000 ton? Më falë, në dosje është provuar nga analizat të bëra nga 2 kompani, njëra është italiane që vepron në Shqipëri në Rashbull dhe tjetra është italiane që vepron në Itali. Kompani të autorizuara, që i kanë të gjithë licencat nga Ministria e Mjedisit e Shqipërisë dhe nga pala italiane për kompaninë italiane. Do të thonë, mendoj që janë goxha serioze. Zoti Thanasi, ti je dursak. Sa e ka pasur kapacitetin anija më e madhe transoqeanike e Republikës Shqipërisë përpara vitit 90? Në mos gaboj unë, ka qenë 20.000 ton. Jo, ka qenë Arbëria 16.000 ton më të madhe s'kishe. 12.000 ton që ishe Shkodra, Istanbul, Kinezia, Tirana, Vlora. Pra për transportin e kësaj lënde, do të duheshin 3 transoqeanikët më të mëdhenj që ka pasur Shqipëria në vitin 90. Po, por transporti nuk është bërë me bulk cargo, pra me anije që i hedh në ambar gjërat, rifugjo, është bërë me kontejner. Dhe vetëm për këtë 36.000 ton, mendoj që kanë qenë 1.200 kontejner. Dakor? 1.200 kontejner. Nuk është pak e vështirë që të humbasin 1.200 kontejner pa u vënë re? Nuk kanë humbur, kanë kaluar. Kanë kaluar duke lënë gjurmë me shkrim. Si kaluar në mundën e doganës? Tani prit njerë. Ka fatura që Kurumi ja ka shit 5 kompanive të ndryshme. Kompanit fusë dhe persona fizik. Pra, ka fatura. Ka deklarata doganore, gjithçka ka kaluar, por është luajtur duke ndërruar natyrën e mallit. Pra, është duhanti shkru, është barë. Ose është drasa. Po tjetër ka duhani procedur, tjetër ka drasa. Dhe këtu është shkruar që është oksid hekuri dhe në klapa është vënë simboli i zinkut, Zna. Pra, oksid hekuri për zinku. E kupton domethënë është domethënë pamuk prej deshi. Pamuk prej deshi, është pamuk po është prej deshi. Domethënë është absurditet. Mirë, që të fillojmë të kuptojmë edhe ne skemat. Ti the që Kurumi, pra
kompania që menaxhon metalurgjikun e Elbasanit i ka shitur. Në qoftë se i ka shitur, do të thotë që supozohej që ky material duhet kishte vlerë për atë që e ka bler apo jo, se përndryshe pse do ta blinte. Atëherë, Në qoftë se do të ishte oksid zinku ose oksid hekuri. Ku ta gjej ta shes? Sepse ky është flur që del nga furrat elektrike, ka vënë flur kapës, filtra, që mos ndotet ambienti. Po pasi e ka flurin ku do të çosh? Dhe bëhet fjalë për domethënë duke llogaritë edhe këto remontet e furrave, pra ku punon furra, ku ndrohen tullat zjarduruese, furrës, llogaritë diku ke 5000 tonë në vit. Është më shumë, po themi 5000 tonë. Pra, po më thua që metalurgjiku me ngarkesë të plot prodhon 5000 tonë mbetje të kësaj natyre. Vetëm kësaj natyre, se ka dhe smërçin e tjerë, po kjo, ky fluri që kapi në... Pra, te ky oksidi i zinkut apo oksidi i hekurit? Oksid zinku, oksid hekuri, i vjen emra çfarë do dush, po në fund. Dakor, po në momentin që shitet. Ai që si nga analizave zyrtare të pranuara si dokumenta nga gjykata, jo nga unë s'jam askushi, ky ka metale të rënda, zink, plumb, kadmium, ka dhe çik bakre këto, po s'ka rëndësi. Kaloj më vonë tek ajo, po që të kuptoj unë skemën. Si një njeri që nuk e njeh këtë biznes. Pra, këto janë mbetje që nuk i hyn në punë kurumit, sepse kurumi i ka hequr nga filtrat. Jo, i zën magazinën. I zën magazinën. Ai që i blen, vjen kompania X dhe e blen. Pse e blen? Mund ta ricikloj, mund ta përdor për të prodhuar diçka tjetër, mund ta shkrijë. Atëherë në dieni time, kur bashkëpunoja i herë i kohë me Bloombergun, pas ka fabrikë në Spanjë shumë moderne që përmbush të gjithë kushtet e BE-s dhe BE-ja shkul dëmët për ndotje ambienti, që e merr këtë flurin dhe ndan zinkun vend, se është në vlerë, është metal me ngjyra. Po pra ka vlerë për punimin. Por ka kosto të madhe për punimi, se do jesh shumë kujdes, ka rrogat nalta, do shumë korrent, do i pagush taksat e mjedisit BE-s kohër më kohër. Ka dhe një fabrik tjetër diku në shkretirën në Arabi Saudite që nuk i përmbush të kushtet e ndotjes, por oazi më i afërt është një 300 milje larg asaj, domethënë është mbi 500 km, gati 500 km larg. Pra dhe do ndoti rërën ku nuk ka zhapik, kupton? Pra, që ta kuptoj unë dhe publiku, ashtu si shishet plastike apo kanaçet metalike pas përdorimit janë ndotje, por mund të riciklohen dhe kanë një kosto natyrisht për të ricikluar, edhe ky pluhur që del nga procesi normal i punës nga kurumi, nga metalurgjiku, mund të ripërpunohet, mund të prodhoj lëndë të tjera të para, por ka një kosto që në Europë bën të vështirë operacion. Do me thënë, fabrika e Spanjës e blen për tonë këtë, se e blen. E blen me çerekun e çmimit që njëra nga kompanitë shqiptare, kjo, më fal, Sokola i SHPK me pronare Giovanna Sokola, me gjithse pronare ndrojnë këtu, pra e blen me çerekun e çmimit që kjo ja ka bler kurumit. Sa është çmimi? Po ja $40 për tonë, se ndronte nga fatura në faturë, se ka lëviz pak çmimi, se varet edhe ekonomia e shkallës. Tjetër është kur blen 2000 tonë dhe tjetër kur blen 300 tonë. Po, dhe sa do ta bleni spanjollët? Sa do ta bleni spanjollët këtë? Me çerekun e çmimit, çereku, ti nuk e di çmimin e të thënë $10-15 toni. Dhe ti më thua që janë 36.000. Sokola e blen, për shembull, një ngarkesë ka bler nga $40.000 dhe ja ka shitur Tajlandës, ajo që u kap rrugës, një $180.000. Pra, pse tush ka dalë me fitim. Tajlanda e blen kaq lart çmimin. Sepse në Tajland ose e hedh, ose ka fabrika që po kraun e lirë, se ka të punë, e ka shumë të lirë kraun e punës, inspektoriatet që kanë ato blen me $200-300, që kanë rrushfetin ato, ose Shqipëri, edhe rrushfeti ka hik nga parametrat formal. Kështu që ja vlen domethënë, pastaj po ndo Tajlanda varet Tajland, kupton? Ka dhe det afër Tajlanda nga gjithë anët. Por ka një problem të madh. Nuk është Shqipëri Tajland. Janë një 20 vende që janë përfshirë. Pra është një ndërkombëtarizim i frikshëm, do përmend vetëm vendet. Është Shqipëria, është Italia, se anijet janë të vogla këto që vinë portën e Durrësit, që marrin kontener, 200, 300, 400, mund të ketë edhe 400 kontenerë. Dhe shkojnë në Trieste, zbarkojnë dhe këtu hyn Italia, dhe hypin anijet mëdha, këto quhen feeder, këto të voglat, që i marrin 4, 5, 6.000 kontenerë.
Dhe ato e çojnë në linjën e largme. Pra, Shqipëri, Itali, Tajland, por është edhe një kompani në Singapur, është një kompani tjetër në Kinë, po ajo pjesa e Hong Kongut e Kinës. Është edhe një kompani tjetër në Kinë. Nga ta rrodha Turqia, se shkon Turqi, zbarkon kontenerët atje, u hapën kjo 102 kontenerësh, një 40 kontenerë së ndrrun doganier turq kur i hapën vum plumçet e veta. Kështu që lanë gjullë që kishin hap nga 102-40 i kishin hap turqit, sepse nuk e di. Falni. Pra, çfarë përfshin në tjetër? Është një kompani në Belgjik, edhe ajo blen, po nuk do ta nxjerr emrin e asaj kompanisë. Edhe ajo blen shumë të tilla prodhime ose nën prodhime të metalurgjikut. Po edhe ajo nuk i riciklon vetëm i tranziton. Ajo blen për Belgjik, se është kompani shumë e fuqishme, por blen edhe për t'i shit në vende tjera, pra lun rolin e sekserit. Pra ka kapacitet e përpunuese në Belgjik? Ajo duhet të paktën kapacitete depozituese ka, po që të depozitosh të tilla gjëra në Belgjik, do kalosh një burokraci shumë të rreptë që mbron mjedisin. Jashtëzakonisht të rreptë. Ma kollaj mund të çosh një tank në Belgjik se sa të çosh të tilla gjëra. Tankun edhe e kalon, se thu që është Ferrari, është vetur Ferrari, por të depozitosh ato duhet të plotësosh ligjin, nuk e shkel dot 1 milimetër ligjin, është shumë i rreptë. Pra ajo ka marrë të gjithë licencat, kjo firma, pronari është ebre, nuk do ja përmend emrin, Ke frikë se çfarë që nuk e përmend emrin? Jo, sepse në Durrës po bëhet një tag of war, tërheqje lojtare midis MIT-it turk, shërbimit sekret turk dhe Mossadit. Ndeshjen e parë e fitoi Mossadi, i dha shah torr MIT-it dhe ja hongri torrën. Torra është kjo pjesa e kurumit që ka shku në hekura. Se janë arrestuar doganier, agent doganor, inspektor mjedisi, deri ke drejtoresh, është kjo besnike e kësaj kalorëses Legionit Nderit, kësaj ministres kalorëse Legionit Nderit. Janë arrestuar edhe një 3 shtetas turq janë për besnike e cilës ministre? Ministres aktualisht është ministre e Kumbaro, ministre e arsimit dhe këtë besimin e vetë që ke mjedisi e mori ka arsimi, e ka bërë drejtoresh ka arsimit parashkollor, diçka e tillë. Ka qenë për Arta Dollanin. Arta Dollanin. Ka qenë drejtore e trashëgimisë më përpara. Pra, kur ishe ke kaltyra, kjo është drejtoresa që ka firmosur shepin e teatrit kombëtar. Pikërisht pra, kur ishe kjo është instrument që përdoret për këto punët e pista. Pra, ke kaltyra, jo kultura, kaltyra, firmosi për prishjen e teatrit, se ishe një kështu bordello italiane që ishe ai teatri kombëtar, teatri kombëtar. Mirë bën që e prishën, se do bëjnë një gjë shumë më të bukur, kuptohet ajo, domethënë. Për shembull, i sugjeroj italianëve ta prishin atë Koloseun vjetërsinë romake, të bëjnë ca gjëra qela të bukura atje. Ai është edhe i rrezikshëm Koloseumi. Po janë popullat shumë tota aty Koloseu. Me siguri edhe Koloseumi ka azbest që shkakton kancer turistëve. Po, diskutohet, romakën me azbest kanë pas punuar, jo diskutohet për ne. Përplasja e shërbimeve sekrete turko dhe izraelit. Pra, turqve, izraelitët i dhanë një, sepse në Turqi funksionon chronic capitalism, pra kapitalizmi mikve dhe i shokëve. Dhe kurumi është afër presidentit Erdogan, familjes presidentit Erdogan. Pra, Mossadi i dha i shpull duke i arrestuar njerëzit me duart, me veglat e prokurorisë të gjyqësorit shqiptar. Duke i arrestuar njerëz që orbitojnë rreth presidentit Erdogan. Kjo është partia e parë se në dijenin time, Mossadi po përgatitet të japi një shashe mitit turk. Besoj se do jeti suksesshëm. Tashtina e përkthe këtë shasheun se shat torrën e morën vesh, që ishte goditja e kurumit. Po shasheu çfarë është? I bie ti më i fortë. Po, ta arrestoi turqër të tjerë që janë afër Erdoganit, afër shefit shërbimit sekret të Erdoganit, afër ministrit të jashtëm të Turqisë. Në Shqipëri. Po, t'i arrestoj Shqipëri me shkelje ligji, jo t'i bim qafë kotët, kuptojmë drejt. Me shkelje ligji. Është shumë e rëndësishme kjo që do ndodhi, besoj
Unë do shkoj me festu me gruan në Shën Valentinin, kështu që mas Shën Valentinit besoj nga data 15-16 do jetë kjo shasheja, 17 ndoshta. Është një gjë shumë e madhe. Theksoj që deri dje nuk u jepte kjo shashe, sepse Rama kishte finlandizuar DEAN, Drugs Enforcement Agency, pra Agjencinë Amerikane të luftës kundra drogës. Sot janë kriju kushtet që t'i jepet kjo shashe dhe të goditen përsëri interesat turke të establishmentit turk, jo i turk që shetë rroba që i ka blenë në Laleli apo në Osmanbej Stamollit, bëhet fjalë për interesa shumë të mëdha. Pra Shqipëria, me sa po thua ti, është kthyer në një fush beteje ku përplasin interesat turke dhe izraelite. Po. Dhe kryeministri është lojtari i Izraelit. Tani po, jo lojtar, zar. Ama të kete lojtar, shumë, është fjale e madhe, kjo zar. Sepse, nuk është teori konspiracioni kjo? Urdhro? Nuk është teori konspiracioni kjo që kryeministri jon i nderuar, i gjithë votuar, i gjithë pranuar, lideri global, që nga zari i Izraelit? Po faktet janë kokëfor, që të them unë tani? Është në qurë lincens për bank virtuale, një izraeliti që i kishin veshur ca benevrek bukra angleze, se i ndër tjera kishin e pasaport angleze kë. Bukuri. Ky është i specializuar për tregtim forex, që në vitin 2017 me vendim të Knesetit është ndaluar në Izrael. Pra Izraeli nuk e lejon këtë. Dhe këti do jepet i është dhënë, më falë, licencë për bank digitale. Shtjeni që ke koka këtë. Pra po më thua që një biznes që i ndalohet ta bëjnë Izrael, ky qytetar izraelit po vjen ta bëjnë Shqipëri. Po jo më ta bëj se gjysma skegje, se janë mush call centra tona me izraelit kryesisht nga Gjeorgjia, por jo vetëm. Problemi i këtij është që ky do bëj bank dhe me urdhër administrativ do kalojnë me zor klientët ka i pagesat njëra tjetra, kuptohet për që mos të luftohet pastrimi pareve, kemi sa informaliteti. Kemi vetëm kështu, domethënë keshin ta kemi vetëm ke celulari, po jo si letër në xhep, la qoftë si flori. Pra, një kjo, do jepe i është dhënë leja për ndërtimin e një qendre të madhe digjitale, nga 150 milion euro investim, nga 70% për këtij është parë evropiane. Se si do i morin ato parë evropiane, drugi mesele, thotë komshiu jon Slav. Pra, e sa tjetër. Ke një blerje fantastike të pasurive të patundshme nga ebrejt. Ka rënë dashni me Shqipërinë. Ka rënë dashni. Ku kanë blerë pasuritë patundshme? Nga Shkodra deri përtej Sarandës, përtej kanalit të Çukës. Vetëm pjesën perëndimore duan, vetëm Bregdetin. Jo, po blejnë edhe në fushën e Floq, në fushën e Korçës. Më thanë në fshatin Floq, që në ish Kënetën e Malikit. Edhe një fshat tjetër ku ka qenë ai kampi. Apo po ja blejnë privatëve? Jo, po i blejnë privatëve, jo shtetit. Pa llogarit pastaj që shumë nga këto oligarkët tonë të leshit kanë partner izraelit. Për shembull, Mossadi donte me i dhënë një shashe mitit turk, shërbimit sekret turk, mirë po shqiptarët që ishin në atë aferë kishin një partner izraelit nga Afrika e Jugut, s'po nxjerr emrin se dhe i njoh ato vëllezërit biznesmen, domethënë, i kam njoh diku në 94. Nuk e di në atë porrallën e La Fontaine'it që ortak me Luanin nuk bëhet dot as ujku as ariu, vetëm dhël pra mund bëhet ortak. Ato janë bërë ortak me çifutin, puna e tyre, por ato do digjeshin trodhenjisht, ato janë ca procese gjyqësore, po do digjeshin me kuqe me maç, pra gjithë pasuria e vënë me djerës dhe pa djerës, do u ikte për lesh bubit, por nga që ishte ky se me Talmud Çifuti ndalohet t'i bëj keq Çifutit, e më mirë se e japin shkollën vend tjetër Mossadit, kupton? Çka ka ky joni, ky na ka shërbyer, ka ato lidhjet e veta me shërbimet sekrete tona, me shëndetin, jo me Mossadin, ky zotnia nga Afrika e Jugut. Kështu që tani me shërbimin e brendshëm, që ta kuptoj publiku, shërbimi i brendshëm. Si me thonë DGSI-a franceze, Direksion General Sécurité Intérieure. As atë se di njerëzit, po. Po varja, pra, ta kam llafin këtu që kjo është një histori shumë e madhe ndërkombëtare dhe çifutët janë tregu
unë them shapo, i heq kapelen, ja treguan mjeshtër për të mos dëmtuar veten, po t'ia fusin vetëm turqve. Për shembull, drejtori i portit kur kaloshin këto sasitë e vogla, se është edhe një sasi tjetër, domethënë, po ajo është e frikshme, 60.000 ton. Ajo është tranzit nga Kosova, ka ngecë në Kini pjesa asaj. I pjesë ka kaluar, pjesë ka ngecë, se doli që kera helmuse për ambientin. Si mas kinezëve, mund të rrejnë kinezët, doganat kineze. Pra, drejtori ka qenë Pirro Vengas, që sot është ministri i mbrojtjes. Është grekofon, etnik, pra homogen që i thonë ato karta roze që kanë atë dokumentacionit, është aset grek. Mirë po, izraelitët kanë marrëdhënie shumë të mira me Kiprin grek dhe me Greqinë për punën e naftës, gazit, mes dhe kalimit dhe ato gazsjellëse që kalojnë ke funi i detit, kablot e ndërlidhjes që kalojnë ke funi i detit e tjerë, në sens anti-truth. Kështu që Pirro Vengasi nuk preket. Janë ja 2 inspektor koti në Porto, që na fsharë, domethënë, e kanë bërë kokë vet, kanë hangër darda mbrapa shpinës së Pirros. Po ashtu, kjo kalorësja e Legionit Nderit, që është aset francez, nuk preket. Pra, kjo drejtoresha që kudo që ku shkonte kjo ministre e merrte besë me vete, ka hangër darda mbrapa kurrizet të Mirelës. Pra, po se çfarë mjeshtërie ka çifullit, do i bi vetëm atyre debilëve turq, katonarëve turq, dhe katonarëve shqiptar. Shqiptarët janë dëme kolaterale, kupton? Po dakor, po dhe me shqiptarëve po i bi katonarëve i bie me këtë që po thua ti se këta që janë pak më lart nuk po i prek. As Mirelën e Legionit të Nderit, as Pirrën e ushtrisë të shërbimeve greke. Jo, s'ka bërë ushtrin ai dhe kërkohet bëj ushtrin se është i ushtrisë son. Është shefi i ushtrisë son. Është ministri grekofon i mbrojtjes së Shqipërisë. Po pra, e ka certifikatën e sigurisë ky? Po pse? Ministri i mbrojtjes për çfarë duhet certifikata e sigurisë? Jo, po pyeta se mos kush e di për rekuizit. Po çfarë duhet oti? Për çfarë duhet? Për rekuizit, vetëm për rekuizit. Pra, është si punë e Mustaqive të Xhabejos që i kishe grimi teatrit aty. Nëse themi ke gjërat tona. Pra, ka një problem shumë të madh, sepse Shqipëria është bërë fut betejë shërbimet sekrete dhe faturat i paguajnë shqiptarët. Ke filmi L'America është një dialog fantastik kur gjetën një budalla e thonë këto do ta vëjmë drejtor. Po ky s'dia shkrim me krim. Ai isha rob italian ngerim nga lufta. Po ky s'na na duhet që s'dia shkrim as krim dha. Me gishtin ke faturat ne të marrin paret. Pra, shqiptarët janë ai budallai, ai mieri i filmit L'America që duhet vëj gishtin ke faturat që tjerë të marrin paret. Spiro Tozaj që personazhit italian ja thonin mbiemrin Tozaj. Kështu që ç'të të them unë, domethënë, mishin e marrin tjerë, shqiptarëve i lejnë kockat, këto brohë rasin kur kocka ka ca lapra aty, ca. Po mirë, po nuk ka dalë shpreha i yti mishin ta hap, po kockën ta ruan. Pra. Aleatë do të mishin, po kockën do na e lënë. Do them ca shifra që mos thonë Gjergji Akput kot. Janë marrë të gjitha nga gjykata, përmena emrin e gjykatësit, janë 140 faqe. Lene dosja hetimore që ka xhevahire e tjera. Atëherë. Pse edhe dosja hetimore ke? Është një 300 faqe e shkreta. Ke dhe atë? Po. Pa anekse, se ka jo përgjigjit analizave këto gjërat. Mos poli agent ti, Gjergji Thanasi? Jam hajdut. Po hajdut mirë, po mos je poli agent, po them. Hyra nga penxherja në gjykatë dhe vogël nga fletari. Hyra nga penxherja, jo, nuk jam rilindas, të keqen, mos nga ta me... Jeffrey Epstein është rilindas? Po, tani, pederastia, pedofilia, këto janë virtytet të rilindjes në Shqipëri. Kjo nuk do asmen as kalemat, lutem shumë. Edhe me këto punë merret rilindja jo, në? Në mënyrë masive. Biles merret me breza. Kujtoj këtu që moma e atit Armand Josifit, ka qenë gjykatëse shoqe me momën e Xhashpës, kjo investitoria strategjike. Po? Ish ministre jashtme, ish ministre mbrojtje, aktualisht deputete. Të dyja këto kanë shit kalamaj për pjesë këmbimi në fillimin e tranzicionit. Domethënë birsoheshin jashtë shtetit dhe nuk gjeheshin ku janë birsu. Kupton?
Se Domethënë këto pas kundërshtarët e Epsteinit dhe me Shqipërinë. akuzojnë në Tiranën ke shqitur ikona të vjedhura dhe Indiri Fatostani akuzonte. E kupton tani dakord me trashëgimi kulturore ikona, unë jam i krishterë. Po të shesësh kalamoj për pjesë këmbimi, jo për veshka, jo për korne, syrje, më të thash. Dhe ka vendim gjykate për momën e Armand Josifit, pra brezi parë, dhe për momën e kësaj Oltës. Ka vendim gjykate, nuk e them unë, ose Sala, se Sala s'është i besuar shumë fare. Ka vendim gjykate të 19 sa, 30 vjet të shkuara. Shiko, ku janë? Dhe kjo moma Armand Josifit, i këtij call centrave që ka vjedhur spanjollë ndër tjera, 10 milion euro të vjedhur shtetet e spanjoll, kjo punon në shtet, është drejtoresh, një drejtori shumë simpatike. Ka pasqit kalamaj për pjesë këmbimit. Dakor, shumica atyre ishin kalamaj të komunitetit jevë, ose Roma, se mos më akuzoi ky gajda i mos diskriminimit, komisionerit, dhe ato njerëz janë edhe jevë, dhe Romi Arregjiu, domethënë është qenie njerëzore, plus janë në shtetet shqiptar. I ka shitur për pjesë këmbimi. Ka qenë edhe historina dur si shitje pjesë këmbimi, po s'ka të bëjë me këto dy. Shiko, ti duhet ta dish, prandaj po ta bëj ty këtë pyetje. Ku janë bankat më të mëdha në botë të lëkurës, të organeve, të korneve, të syrit? Nuk e di. Se qarkullojnë ca fjalë që janë në një vend aleat tonin. Nuk e di. Aleat ne kemi këto të NATO-s. Tjerët i ke partnerë, po me partnerë, një vend partner. Se mos i ngatërrojmë gjërat. Aleat kemi të NATO, se kemi aderuar në NATO. Po. Me vendim parlamenti, ku ndërshërmos ka presidenti e tjerë. Këto tjerët i kemi partnerë. Po pra, në vendet e tjera partnere bëhet fjalë që ka banka të mëdha të organeve, të lëkurës, të korneve të syrit që bëhen transplante. Tani, ka qenë edhe një klinik në Prishtinë që me vendim gjykate, unë flas gjithmonë me vendime gjykate, që bën burg zmeqarë shqiptar, po që ato nuk mershin, paktën nuk mershin organe shqiptare, vishin kështu gjynafqarë nga këto stanet sovjetike, Uzbekistan, Tagjikistan, Kirgjistan, Kazakistan, dhe atyre u mershin jo veshka, jo kështu domethënë. Po mi ja kanë marrë me pagesë. Ja kanë marrë me pagesë, nuk ja kanë vjedhur. E shitëshin kanibalizëm i shekullit 20-21. Po këta rilindës që më përmendë ti, këta kanë shitur njeriun, jo veshkën, t'ja bleni një njeriu. Kanë shitur njeriun, po ta njeriu është për pjesë këmbimi. Do i morim veshkën, do i morim zemrën, do i morim kornen e syve, si duhet do i morim mëlqin, për ato që vuaj nga ceroza. Çfarë do të mbetet, do të shkojnë në banjë acidi, që të zhduken gjurmët. Po të shkojnë në banjë acidi, mund të zhytet dikun me 2000 metra thellë, domethënë, që sa të shkoj trupi 2000 metra e kanë hangër peshqit e graforëve të rrugës. Nuk ka rëndësi ajo. Mirë. Rëndësi ka që mungojnë në inventar kalamoj shqiptar. Ja, ma e kemi pastruar regjistrin e gjendjes civile, s'kemi më. Vetëm kur na duhen për zgjedhje i rikthejmë ata fëmijët e zhdukur. Shiko, nxjerrim sa karta identiteti sa për të votuar. Që është dënuar moma e kësaj ministres që është në proces gjyqësor, dhe moma Armand Josifit, që është drejtoreshe e rilindjes, ajo dosje është e pashme. Domethënë, ta lexoj një oficer SS që ka punuar 6 muaj në këtë dhomat e gazit, ka qenë përgjegjësi zonderkomandës së çifutëve, prap ai do emocionohet thotë, sikur e ka kaluar mas. Është e frikshme. Prokuroria, se ishte hetusia ende, hetusia e atërshme, dhe gjykata kanë bërë një punë, shkruaj hala me makina, me makina shkrimi, me makina shkrimi Robotron, gjerman lindore, kanë bërë një punë të shkëlqyer. E kanë administruar të dosje me emra, si duke nga Befotrofi, nga jetimorja, si boj, si merrej firma e prindit me gishtë. Domethënë jepi 5 teka Arregjiu të firmos tullën rregull, se pjell prap gruaja, li prap me barrun, pjell prap gruaja. Domethënë është një kanibalizëm modern dhe ajo dosje është e kepër, nuk e hull dot sot poshtë. Nuk e hull dot. Se janë dëshmuar foto, gjërat e njerëzve. Sa janë dënuar me vendim gjykate nënat e këtyre rilindasve? Nuk e maj mend se u dënu nga gjykata faktit, pastaj u suprimuan në atë kohë gjykatet e zonës, u bën gjykata apeli,
Kanë kaluar 30 sa vjetë. Po di që janë dënuar me vendim të formës së prerë, me vendim formës prerë. Pra nuk është punë deri ke prokuroria. Ka hap çështje penale për Becit. Mund të jetë i pafajshëm, prezumohet i pafajshëm Beci, e kupton? Cili Beci? Beci Shkodrës, Beci Ramës që qeveris Shkodrën për hesab të Ramës. Do të flasim për të? Jo, sepse Shkodranët tokën e xhamis, jo tokën e kishës ortodokse, se atë Vasili po e mbron tokën e kishës ortodokse, e shkitën. Domethënë, do i bëj bashkia me lekë të taksa paguesve Shkodran, një vend ku lajnë kufoma, domethënë Gjenes Hane quhet ajo, ke xhamia Parrucës, pra që shitën tokën që ishte e komunitetit musliman. Po nuk hym aty se do thonë, jo po deri jesh i krishterë pse thotë. Po ndërtohet ajo kulla 33 kaçe, po Beci kam frikë se nuk do ta gëzoj atë kullë. Jo për këtë shkak, për shkaqe të tjera. Jo, për gjona tjera, Mos më thuaj që dhe godasin izraelitët edhe Becin e Jo, Shkodrës. nuk kam punë me atë, nuk kam punë. Edhe kur them Beci, nuk është se kam e jo kundër rilindjes, se ai ka qenë drejtori i Fondit Zhvillimit Shqiptar në kohën e Salës. Ditën fushat me Salën, në 2013. Ditën fushat. Po. Mira ka po qeveria Berisha 1 e 2. Nise, kthehemi ke puna jonë. Tani më lejoni. Vetëm Sokole SHPK, një nga 4 kompanitë për qyll, 2800 tonë që janë 102 kontenerët ke Kneta Durrësit, që sot kur përmbyt Durrësi hyri i çik ujë ato kontenerët, dhe uji kur del merr me vetë atë plurin, ndoti që ambientin po varja. Juroset pak. Sa është ai qameti më. Pra, 2800 tonë janë 102 kontenerë. Fatura 88 2023, pra e vit 2023, 2000 tonë me demek oksid hekuri, po në klapa vetë zënë zink. Pra, është edhe hekur edhe zink. Është edhe pamuk edhe lesh. Po e bëj këtë për ta kuptojnë edhe më ignorantë. Pamuku me leshin janë afër bashku. Po zinku metalësh edhe hekuri metalësh. Tabela me ndelejemit ka shumë, po janë çiksi vështirë për t'u lidhur. Njëri me tjetrin, zinku me hekurin. Mund ta bëshin edhe silic, mund ta bëshin edhe kalcium, ti do i qefi. Mund ta bëshin florim, ç'ti do i qefi? Iku kjo. Fatura 58-2024, 2860 tonë, është ky. Fatura 13-2024, 637 tonë. Fatura 28-2024, 81 tonë, totali 3534 tonë. Histori ka vite që vazhdon. Po, pra vetëm kjo Sokole e SHPK ka dhe i 588 tonë tjetër, 4022 tonë ka vetëm kjo firmë. Sa firma e Kjo kishe 2 maska, njëra quhej Qemtra DOO e inkorporuar në Kroaci, tjetra GS Minerals DOO e inkorporuar, pra e regjistruar në tatimet kroate. Se kanë edhe guacka këta. Po, tjetër. Kjo firma është një Olizana Pemati, është një nga këto të arrestumet. Kjo është shumë simpatike, sepse kur i doli era për shkak të asaj OIQ-s punës e 102 kontenerëve, kjo u shpëput nga firma dhe krijoi një firmë të re. Dhe u pagu gjobë që 200.000 lekë vjetra ke QKB-ja, Qendra e Regjistrimit të Bizneseve, sepse këto me demek e kishin pushuar 100 qershor, po e deklaruar me vonesë në gusht, dhe për vonesën paguaj gjobë. Pra sa e pushun këto, kjo krijoi një firmë të re që është marrë me transporte të tilla, gjëra hekurishte, punë metalesh me valla. Me pak zik brenda. Jo, bëhet fjalë për alumin. Po ai alumini ka pak gjona tjera mbrenda. Domethënë oksid hekuri në klapa Al. Jo, nuk e po. Domethënë është tmerr. Është një firmë tjetër, Alliance Resources SHPK. Kjo është regjistruar tati me Shqipëri, por është edhe një guac fiskale, më duket ke ishujt marshale, nuk e di. Domethënë është regjistruar me një nga këto parajsa. Ka aleatë tanë çeka. Po nuk jam i sigurt. Kjo ka lëshuar një faturë 7816 për 2000 tonë. Një faturë 9976 250 tonë. I disponon gjykata këto faturë. Një faturë me numër 12188 250 tonë. Pra gjithsej 2500 tonë. Kjo nuk e çonte në Tajland, kjo e çonte në Kinë. Kompania kineze që e prisë këtë është Guangxi Furuan Metal Material.
por jemi prodhimet shqiptare këto, sym ke ajo. Janë edhe dy persona fizik, një farë Nazim Bajrami, që ka administrator Andon Prifti, dhe një farë Petrit Qosja. Ky Petrit Qosja, person fizik, tek po, ka që pagu ky siguracion për një person, ka vlerë nga kurumi materiale që dalin jo vetëm këtë turin e po dhe smërçe, gjëra tjera, domethënë nga larja e furrës, nga këto lloj materialesh, 15.996 ton. Por nuk dihet se kur kanë rrejt këto herë të tjera, mund kanë rrejt edhe për këtë. Ka shkruajt smërç, edhe nuk është smërç. Ka shkruajt oksid hekuri, po na del zink. Pra metalin i rënd që ndodhet në ambienti që depozitohet në gjakun e njeriut, shkaktos puni ato që ka pas me televizion. Jo, më rrështë ziku është shumë i mirë, se ziku në kemi marrë për të luftu Covidin, mos ja fut kot. Po pra, edhe luftu në Covidin. Pra, 15.996 ton kanë gjetë këto. Nuk dihet se çfarë janë, pavarësisht se çfarë shkruajt, dhe mendohet që ka pas sasi më të mëdha, duke llogarit kapacitetin transportuesi kamionëve, se tani nuk çohen kamionet vu nga Elbasani për Durrës, portin e Durrësit me gjysmë kapaciteti, se domethënë do pagush lloj do e pagush shoferit, si çoj 10 ton, si çoj 30 ton. Edhe karburanti harxhohet i çik më shumë për 30 ton, për shumë më pak, se sa po të bësh 3 rrugë nga 10 ton secila, nëse. Kurse Nazim Bajrami ka 16.263 ton. Mbetje jo të rrezikshme, kështu shkruhet. Se dhe për këto, 102 kontenerët, tha kryeministri që është, histori kodës janë pa rrezikshme. Doli për gjykatën që janë të rrezikshme. Është ajo historia që hajdardha mrapa shpinës kryeministrit është naiv, çuniri, adoleshenti pa pjetë. Pra, si duke u tallë, gjithsej kemi 36.281 ton prodhim vendi, që i ndron emri herë bëhet zinki, herë prodhim vendi, kemi edhe prodhim importi? Kemi dhe tranzitimin nga Kosova. Aty janë ke 60.000 tonë shi, prodhime trepçe. Dhe më thënë, neve nuk na dalin 36.000 tonë të tanë, që nuk dim ku t'i çojmë? Kemi marrë të 60.000 tonë nga Kosova? Shiko, 60.000 që i Kosovës, unë e quaj akt patriotik. Sepse Kosova është vend që s'ka dalje në det. Si do i eksportoj? Do përdori jo port në Durrësit, o do i çojnë portet greke Selanika Athinë, o do i çojnë në Tivar, Bar të Malit Zi, o do i çojnë në Split të Kroacisë. Çfarë mbetjes janë këto të Kosovës? Kanë mbetje të shkritoreve, po përdor këtë neologjizmin, të trepçës kryesisht, ka dhe gjëra tjera. Dhe një pjesë tjetër e skandalit që s'ka dalë ala, se nuk u do njëri ta prejkë. Çfarë metale shkrihen në trepç edhe çfarë mbetjesh prodhohen nga ky proces? Po trepça është shkrim mineral plumbi, po nga plumbi pastaj del plumb, del zink, del argjent, ka dhe sasi të botë filari, duket ka dhe molibden. Nuk jam i sigurt, nuk jam i njëherë metodologjik. Mbetjet çfarë përmbajnë? Mbetjet në trepçë janë male që në kohën e Krajlevinës, domethënë të Jugosllavisë mbretërore, që ishte kompania angleze. Trepça ka funksionuar edhe gjatë luftës në administrimin gjerman. Ka funksionuar dhe mbas luftës. Po thua luftës dytë botërore. Po, luftës dytë botërore. Pra kemi gati 100 vjet që atje depozitohen mbetje. Po pra për çfarë përmbajnë dhe sa të rrezikshme janë? Unë nuk flas këtu, sepse thash nuk jam specialist, nuk kam analizat, kam kërku ke ca kundërshtar të Partisë Komuniste Kineze që të më gjejnë me njerëzit e tyre analizat e doganave kineze, shpresoj të më gjejnë, inshallah e mbajnë në fjalën. Mos më thuaj që ke miq antikomunist në Kinë. Po, miq antikomunist në Kinë. Në Kinë brenda. Të ta përsëris edhe një herë pyetjen, je i sigurt që nuk je poliagent? Po çfarë poliagenti? Të kesh lidhje me miq antikomunist në Kinën komuniste? Po, kam prova. As Jeffrey Epstein nuk ishte. Jeffrey Epstein s'kishte miq në Kinë. Ka marrë pjesë në një aktivitet ndërkombëtar shkencor me to, konferencë shkencore, legale, jo ilegale, legale. Jo më qartë, po s'kishte Jeffrey Epstein miq në Kinë. Ke ti miq në Kinë. Ku do të tani
Çfarë demoniziu? Jo, trego të vërtetën Gjergj Thanasi. Ku i ke prostitutat e mitura që ke korruptuar shokët antikomunist kinez? Jo, janë burra këto, janë dy burime, janë burra, po më shumë nuk flas se kinezët nxjerrin krip nga guri, kështu që nuk mund të rrezikoj burimet e mia të informacionit, por po murren pakës kot se nuk i kam letrat akoma në dorë. Dakor. Nuk i kam, siç u mburrja për këto kontenere që tani kam letrat. E kuptoj. Mirë, pra, kjo është e rëndësishme se dua analizat që kanë bërë institucionet autorizuara kineze që i kanë nxjerrë të dëmshme për ambientin. Ajo provë pastaj është provë e rëndësishme. Kina është vend komunist, mund t'i bëj letra si doj, por është provë e rëndësishme, se është një institucion i autorizuar që njeh edhe perëndimi atë për bërje analizash. E theksoj, njeh edhe perëndimi. Besoj që analizat kur vjen puna për materiale që hyn në territorin kinez i bëjnë mirë. Patjetër. Thash, është ai vend komunist është ti bë letra si dush, por është shumë serioz. Tani ka i problem. Kur kanë ardhur këto kontenere që nga 142 i kisha hap turku, kisha heq plumin origjinal, kisha vënë plumin e doganës turke, gjymërgjit e Turqisë, erdhën në port dhe u pretendua, unë nuk kam parë flet analize, raport zyrtar me firme me vull, që i është batur me aparatur dhe nuk kam pasur radioaktivitet. Pra, rrezatim gamma, që është ai rrezatimi tjetër. Dhe aparati, pra nuk është Geiger counter, kontatore Geiger, dore, ka qenë vendosur në makinën me targ AA810YZ, e përsëris AA810YZ. Mirë po, kur isha nga rradha për bler vajguri, dëgjova nga dy vetë që po thoshin sikur ai aparati ka kohë që s'punon, biles është njoftu me shkrimin në drejtoria e doganave. Është një histori e vjetër me Rapiskanin që fillojnë kohën e Stalins, vazhdojnë kohën e rilindjes, po s'ka rëndësi kjo. Tani, problemi është punon ai aparati kur u deklaru që s'ka rrezatim gamma në ai rrezatimi tjetër që s'po vjen me në emrin mu, apo nuk punonte. Sepse nëse s'punonte aparati është skandal i madh, duhet pa dhe i rrezatimi, se është ka njerëz atje. Ka njerëz, nuk ka rëndësi, ato që jetojnë kënet janë nga Tropoja, janë nga Skrapari, apo janë nga Opari. Pra ti ka dyshimin që në këto mbetjet rrezikshme mund të ketë edhe lëndë radioaktive. Se mos e marrësh për kapital sotri. E dëgjova për radhën e gurit. Po. Pra mund të ketë mbetje radioaktive. Jo, nuk e them këtë. Po se përmende Geigerin, përmende aparatin Geiger për matin e rrezatimit. Po, nuk kam një raport zyrtar. Punon aparatura detektimit radioaktivitetit që është në bordin, është e ngarkuar, është montuar në makinën me targa AA810YZ. Në rregull, pra nëse ne nuk kemi një aparat Geiger funksional. Jo, kemi sa dush aparat Geiger, po ky aparati që ka bërë matje dhe ka thonë s'ka rrezatim gamma mbi rrezatimin ambiental, se edhe këtu ke shtëpia ime ka rrezatim, po varet nga niveli. Unë jova ke rradha e vajgurit, e theksoj këtë, ke rradha e vajgurit, që nuk punon në Shqipëri ky aparati. Duhet parë, se unë nuk mund të them gënjeshtra, që e pash me sytë e mi. Nuk kam i raport zyrtar, punon, s'punon. Nuk është se e kontrollova unë, punon, s'punon. Nuk është se e kontrollova unë aparaturën, por unë di që në kohën e Salës së dytë, diku nga, Sala parë, kryeministër, diku në 2007-ën, ka qenë një Morina drejtor në Durrës, anglezët kanë instaluar aparatura për detektimin e radioaktivitetit. Pastaj amerikanët dhe OKB-ja, ajo organizata e energjisë atomike, ka sjell aparatura tjera dhe ka bërë trajnimin e doganierëve me paret e tyre, pra amerikanët me dollarët e vet, jo me paret e qeverisë shqiptare, në epokën e rilindjes, jo më të Salës parë, Salës dytë, ka trajnuar doganier, ka sjell aparatura. Tani është edhe ajo varjet e Naim Frashërit, ke Skënderbeu, nuk është shpata hekur i dheut, por krau i fortë i Skënderbeut. Pra sa do e mirë të jetë shpata amerikane, angleze, varet nga krau, duhet jetë edhe krau i fortë i Skënderbeut në portin e Durrësit. Pse po që krau i rilindjes çfarë ndodh?
me shpatën? Nuk e di, të rrof shpata, fute në klëf shpatën, kupton? Okej. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. Tani, ju më thatë që unë kam teori konspirative për Melonin që e ka marrë peng giganti i Surrelit. Dhe solla shembullin e kokainës. Këtë e kemi bërë para një muaji këtë bisedë, po. Po, shembulli tjetër janë këto kontenerët, sepse kontenerët shkojnë në Trieste, shkarkohen në tokën italiane, në bankinat e portit, në kalatat e portit, quaj si dush, dhe ringarkohen. Pra, është një pajisje risteker ose nga këto muleto, domethënë këto pirunët gigant që i marrin dhe i ngarkojnë, përdoren edhe vingja. Pra, zbritin nga Janie, vendosen territori italian, vjen mjeti italian, i kap, i ngarkon me nimën e këtyre kamala, i thonë ato hamejt e portit, stivadorët, dhe i ngarkon në anijen tjetër. Nuk është 1-2 kontener. Janë mira për filla ato të Kosovës. Nuk ka bërë kontroll as dogana, as roja financës, as karabinierët, as policia di Stato, nuk po merre me Guardia Costierën dhe me Kapitaneria di Porto, Kapitaneria e Portit, nuk po merre me këto. As Digosi, antiterrori italian, as 007-at. Marko, pritet. Vjen konteneri me banane për Shqipëri, është tranzit, pra zbarkon nga Janie në Gjoja Taure, hyp ka anija tjetër. Para se të hypi ka anija tjetër, shkojnë e kontrollojnë, kapin kokainën mbrapa bananeve. Pra, edhe tranzitet u kontrollohen në Itali. Ai një tekësh, se nuk janë mira kontener me banane që të gjithë këto kontenerët kanë kokainë mrena. Pse mos të pranojmë që i kanë kontrolluar italianët dhe kanë dalë në rregull? Më fal, kemi prova nga një kompani italiane që paktën 102 kontenerët s'kan dalë në rregull. E ka lëshuar me shkrim ajo ma përgjithësi. Digje 31 në Itali ajo po të dinjëherë. Çfarë ka rezultuar në ata 102 kontenerë? Deri tani, sipas italianëve, rezulton që ka lëndë që është e dëmshme për ambientin, sepse ka metale të rënda, plumb, zink, kadmium, dhe këto metale depozitohen në tokë, nëpërmjet ujit shkojnë ke njerëzit, bakteria han bimët ke toka, edhe shpendët, dhe njerëzit konsumojnë mishin dhe depozitohet. Fiks ajo që ndodhet në Elbasan që depozitoi plumbin në gjak. Kush është moshën time dhe pak më i ri se mua e di që kanë vuajtur Elbasansin nga plumbi në gjak, që ishe një nga rezultatet në ndodhjes ambientit të metalurgjikut që ligu i partisë. Që çelin vezët dhe dilte pula me 4 këmbë. Po dilte pula me 2 koka viçi etj. Dhe një nga faktorët ishte pikërisht depozitimi në gjak i metaleve të rënda. Pyesti një mjek dhe do thotë, po, ka qenë një problem shumë i madh për metalurgjikun. Dhe këto kanë kaluar në Itali. Pra, kalon alumin problematik, kapet në dogan, 65 ton. Është e fund janarit 2025. Pra, masi shpërtheu ky skandali këtyne 102 kontenerëve. Në Trieste kalojnë mbi 1000, gati 2000 kontenerë duhet jenë, shqiptarë dhe kosovarë. Po do themi 1000 kontenerë. E ka me rregullore dogana që bën atë që quhet kontroll me zgjedhje. Pra, në 100 kontenerë kontrollon 1. Se kur kontrollon bananën, tranzit, pse mos kontrolloj edhe këto minerale tranzit? Përve 1, çfarë kushton? Dakor, Trieste ka mira kontenerë që hynë e dalin. Po ka rregullore se si kontrollohet. Kontrollohen më shumë ato që hynë në territor nacional, që është edhe territori BE-s, ose edhe territori francez konsiderohet pjesë e BE-s, kështu që duhet kontrollosh. Por edhe këto tranzitët i kontrollojnë, kemi shembullin shqiptar. E njëjta gjë ndodhet me Greqinë. Vjen droga në Pire, kapet, ajo do vite për Shqipëri. Ishte tranzit Pire, e kap greku. Pra e kontrollon dogana greke, policia, spionazhi grek etj. Pra, kush ka udhëruar gjithë këto agjenci? Dakor, italianët nuk janë gjerman, e gjitha haje, roja financës, dogana, policia, karabineria, nuk janë gjithë budallim, se nuk është që kaloi, ishe i pirë doganieri, karabinierin e kishe dak gruja, kishe rap grunë dhe ishe i trënditur shpirtërisht, nuk e kontrolloi. Po bëhet fjalë për mijëra kontenerë. Minimumi 1000, po duhet jetë shifra ke 2000, por nuk flas se nuk kam dokumentat, se nuk janë këto 140 faqe të tamam ato, domethënë për gjitha. Tu janë për gjithsej 36.000 tonë.
Sigur ta zejmë 30 ton për kontener, janë mbi 1000 kontener këtu. Ta zejmë 30 ton për kontener, se peshon ai se ka metale të rënda, se nuk është mush me karton konteneri. Pra, kthehemi edhe një herë, kush i a lidh këmbët dhe duart? Pastaj, kur këto kaluan nëpër Trieste, giudice indagini preliminari, pra gjykatësi i hetimeve para prakën Trieste, hapi hetim. Biles kolegët e mi italian, gazetar, nuk arrishin merreshin dokumentat, unë doja që t'ja kaloja Bloombergut, t'i tregoja që unë jam i zotit dhe në Trieste, jo vetëm në Durrës. Ishte që i kështu hubris profesional. Nuk e merreshin se i ka bllokuar gjipi, po bën në indagjinë e hetimet thellume etj. Ka kaluar muaj, ka kaluar viti, insabbiato më thon ato, ka ngesë në rër hetimi. Nuk është kollaj të hysh ke gjykatat italiane, nuk imponohesh kollaj. E kam thonë vend tjetër, e përsëris. Gjykatat italiane kanë futur në burg shefin e stacionit CIA-s në ambasadën amerikane në Rom, Desusën. Shkoi me vizitu momën 92-93 vjeçe në Portugali dhe arrestuan për ato historitë e Milanos, ku përfshihen edhe një musliman egyptian që ishte lënë me barrë shqiptare, është histori tjetër. Pra, nuk futen hundët kollaj ke gjykatës italian. Nuk janë këto gjykatës tonë që i urdhëron ai me telefon, ai i Sorrelit. Kush është ai autoritet që ka bllokuar hetimet e xhipit, giudice indagini preliminare në Trieste? Kush është ai autoritet? Derisa këtu po luhet shah Izrael Turqi, bie që të ketë urdhëruar Izraeli me këtë teori që ngritet ti. Jo, Izraeli po lun në Shqipëri, nuk po lun në Trieste. Po tërë kush? Rama është kaq i fuqishëm sa që të hap portet italiane? Jo, unë mendoj ka marrë temën kolonin, sepse izraelitët kanë paguar një faturë të jashtëzakonshme në Itali, kanë pas bërë dasëm, edhe në kohën kur shefi i shërbimit sekret italian ishte amirali Flujo, një nga mendjet më të zgjuara të shërbimeve sekrete të shekullit 20, por atyre ja përmbysën një varg me vela në Lago Maggiore dhe të vdiqën 5-6 spiuna që fut aty. Ta fol një italian martu me një si ruse që isha ajo që vdiqën edhe ato pronarët e varkës. Pati fortunë apo doli ndonjë gogol nga fundi i liçenit? Nuk e di. Unë kam qef detin, kam punuar me detin, por nuk e di se çfarë gjeti, se liçeni është pak më ndryshe këto erat e liçenit, rrymat që ka ujti në Lago Maggiore, po përmys varka me vela dhe u mbytën këto, kishin një parti aty, bashkë me 007 italiane. Po është histori tjetër kjo. Pra ktheheni edhe një herë këtu. Kush është ai që i komandon këto? Po mirë me tani, kjo Meloni, pse s'ndërhyn më ti? Se unë besoj ambasada italiane edhe në kohën aty të ambasadorit. Mos edhe brapa shpinës Melonit. Pasi nuk e di as Meloni që hahet dartë atje. Se darta nuk han vetëm këta tanët. Din dhe italianët. Po, han darda, por unë nuk jam ke niveli opozitës Salës, Langaraqe, që zbot detyrat e shtëpisë. Unë lej gjurë me shkrim. Jam drejtuar disa deputetëve të parlamentit. Nuk e ka marrë deputeti, ka marrë sekretarja e deputetit. Me shkrim, 1, 2, 3, 4, qa bëhet Trieste? Me shkrim. Po bëhet kjo gjë në Durrës, ka kalu nga Triestja, qa bëhet? Kaq, çfarë bëhet në Trieste? Dhe kjo është shumë problematike. Çfarë bëhet në Trieste? Dhe nuk ka marrë përgjigje, por ato deputetët nuk e kanë anashkaluar, ama se çfarë është ky budollaj nga Shqipëria, se edhe italishtja ime nuk është italisht e brillante, është italisht e shumë e mirë, por ka gabime gramatikore, choice of words, domethënë përzgjedhja fjalëve etj. Por shpresat që kam çuar unë janë shumë formale, egregio signore, egregio signora, jo, se përdor ChatGPT-n. Pra, zotëri nderuar, zonjë nderuar, ju ofroj përshëndetjet e mia të veçanta. Nuk e pasur deri tani. Nuk kam pasur, sepse nuk është ngritur ende në parlament kjo çështje që t'i bëhet pyetje Melonit dhe domethënë Ministrisë Financave nga varet roja financës, Ministrisë së Mbrëmshme nga varet deputetëve të opozitës. Po, një 5 stopëve, po kujt i shkruaj? Kujt i shkruaj? Vanaçit. Ama tani. Pse?
Vanaçi po ikën nga Salvini, po ikën nga Lega. Domethënë, unë doja t'i shkruaj edhe një kështu terronçele, domethënë meridionali jugori, muzës, po ndrova menim se pas se gjona. Nëse, pra, unë kam lënë gjurmë me shkrim. Me që jam këtu du t'i bëj apel publik Berishës për punën e gazit të skaduar. Jemi dhe gazi që përdor policia për protesta. Që doli që ishte 2 vjet i vjetër. I skaduar. Po pra 2 vjet jashtë afatit përdorimit. Po. Se PD-ja nuk çon një letër zyrtare ambasadës së thotë ky gazi i prodhuar nga ju i ardhur në Shqipëri rezulton i skaduar që është përdorur kundër nesh. Ka ardhur i skaduar në Shqipëri apo ka ardhur brenda afatit, po ka ngjenë magazin nga mos përdorimi. Edhe këto mos me harxhu njerëz e pare me prish e përdorën kundra protestuesve të PD, si përdorën pra si kavje, si mini laboratori. Pse se bën këtë? Kaq. Po pse ambasada do merret të njëjtën Farnezinën. Të li gjurmë me shkrim, i hap të lashe. Me vogëlsira do merret PD-ja. Me të tilla vogëlsira do merret PD-ja. Po, harrova, po, PD-ja shef kush ka pi kafe me Saljani, kush i ka bërë revolucion çdo muaj për të bërë. Ku ka kohë të merret me tilla gjëra? Një kjo, e dyta. PD-ja të vej çuna e goca të reja që marrin vesh nga informatika, sepse ke parlamenti dhe ke senati janë adresat e emailit të gjithë deputetëve. Dhe këtë letër thua çojë gjithë deputetëve me email, dakor, do e morin sekretarit e tyre, por do e marrin. Janë gati 700 cop deputet, eurodeputet dhe senator italian. Nuk ka nevojë për kontakte për dalë fotografi. Takova unë senatorin Giulio Terzi, ke filmoll, siç bote kjo tabakja e PD-s. T'ja çoj nga 700 cop, sikur 1% janë 7 vetë që do shqetësohen për gazin flasën. Tjetër, se çaj kushto PD-s, vej 2-3 çuna të rinj që mos ruajnë çabo Saljani dhe Grita, por të bëjnë listën e mediave italiane, duke filluar nga Corriere della Sera che Spezzano Albanese, mund të merret me këtë gjë. Kush? Il Fatto Quotidiano. Po ndërë me unë po thënë nga Corriere della Sera che media që një blog lokal në Spezzano Albanese, Katun Arbresh. Dhe të gjej adresën dhe t'ua çoj. Janë mira media. Po themi 1000, po e reduktoj. Sikur 1% e këtyne, sa është? Janë 10. Pra 10 media do të pasqyrojnë. Nuk ka njerëz që din italisht këlqyshën PD-ja, se do vinë pushtetet, do prodhoj ministra. Qoftë dhe mulo ministra. Çe se bën? Çe dallim ka PD-ja, ka revolucion çdo muaj. Këtë muaj kemi me datë 10 revolucion e Lulit. Kur unë zbulova që gazi i përdorur ishte izraelit dhe serb, pra i bler me të shtrenjtë Serbi, qita dhe fabrikën, qita dhe fotot, vetëm nga fotot e gjojave, edhe kalibrin ishte 38 ai, se këto ishin kalibër 35 mm, këto të përdorën. Ato thanë u justifiku një rral leshi atëherë, jo për prodhim italiane kemi marrë në Itali, PD-ja e Lulit nuk bëri asgjë. PD-ja e Lulit nuk bëri asgjë. Aktivist ka qenë Sazan Guri, ka qenë Goxhaj, e ngritën këtë problem, po hajde kishin takate. Tani çfarë dallim ka PD-ja e Salës nga PD-ja e Lulush holandeze? Çfarë dallimi ka? Po çojeni letër ambasadës, lejani Kopilin Kedera që detyrohet ta dërgojë ke Farnezina, ke Ministria e Jashtme italiane. Sepse ambasada është burokraci, do lej gjurmë me shkrim, nuk mund thot smerdhi kjo letër. Çojeni deputetëve, hapini mortelashe. A ke aleatët ti atë melonin? A është motra jote meloni? Po. Motrës ti hapen të lashe që thot, bo çam ka qelluaj vllai gjatë në Shqipëri më rrok, po çfarë ka? Le të marrin telefon Tajanin Berisha nëse do. S'ka nevojë të shkojnë në ambasadë. Kur ishte puna për të hapur Shëngjinin, dhe për të shkelur kushtetutën e Shqipërisë, Berisha tha nuk kam çfarë të bëj se më morin telefon Tajani. E kemi mik Tajanin, tha. Le ta marri tani mikun Tajanit i thot, ore po na helmoni ju italianët me gaz skaduar. Jo, problemi është ka ardhur brenda fateve apo ka ardhur skaduar në Itali. Po verifikoj pjesa italiane, patjetër, po.
Unë po prap ke kjo radha e vajgurit një gjova që kisha ardhur skatuar. Po mua beta radha e vajgurit, nuk jam i sigurt. Tashti jemi në fund, biseda me ty është gjithmonë e këndshme, gjithmonë nuk mjafton koha, po se la vi, themi ne kjo radha jonë e vajgurit këtu në Tiranë. Kjo është jeta, duhet ta mbyllim. Do më thuash ndonjë gjë pikante për dosit Epstein para se ta mbyllim? Nuk mor vesh nga ato punë, duhet pyesësh këto shokët e shoqjet e rilindjes. Por unë di që kjo histori, se jam përplasur një herë, ka qenë viti 2001, se unë flas nga përvoja personale, nuk them, domethënë e lexova ke Al Jazeera apo ke Jerusalem Post. Ose dëgjova nga radha vajgurit tash, mos e moho këtë. Po. Atë e them, por them mos ma merri për kapital. Kam ala dokumentat. Dakor. Në 2001 OSBE-ja kishte shumë pesë, Shqipëri ishte shumë anti-PD dhe kishte një zëdhënës shumë i stres, një farë Giovanni Porta. Jam nxinte jetën PD-s, edhe unë thash po e neutralizoj. Kontaktova njerëz në Bosnjë, njerëz me peshë në Bosnjë, që u kisha bërë ndere kur ato e kishin lakën fyt për armë, municione, më thash, dhe i thash çfarë bëmë këtu në Bosnjë? Ato më sollën revistën, më duket ka qenë Gjente, Panorama Gjente, se më e mend. Edhe kur erdhi ky me shkuke sala ke korridori, do kalote para zyrës ku isha unë, Pietri dhe Paloka. Unë hapa agjenden, ke faqja ku ishe artikulli, nuk thash as i fjalë, shtyra poker face, pra asnjë emocion, vetëm artikullin që shkruante për këtë, se çka kishte bëu me gocat vogla bosnjake, duke i blerë me thesa me miell, me konserva, peshku e tjerë, rrafimi i famshëm i Sarajevës. Hapa, po, Gjenden duket e qenë revista Gjende, dhe hapa, ky e pa, i ndroi surrati, pra nuk e kontrollonte body language e trahtoi, nuk e di çfarë hyni çfarë boni nga sala. 2 ditë brapa, alarmi moll doli OSBE-ja, kanë kërcënuar Giovanni Portën, u detyruam ta nxjerrshim jashtë Shqipërisë, nuk thash asnjë fjalë, hapa revistë italiane. Nuk thash asnjë fjalë, s'majta asnjë qendrim. E din këto gazetarët italianë. Iku me vrap Giovanni Porta me bishtin shan. Se çka ka bëu me goca shqiptare Giovanni Porta unë nuk e di, por ka pas përvojë të pasur me gocat hallegjie, myslimane, bosnjake, në Sarajevën e rrëtuar, në Sarajevën e uritur, në Sarajevën e bombarduar, në Sarajevën e çekinëve, domethënë këtyre snajperizëve serb etj. Pra, kanë tradit këto socialistët me këtë punë. Nuk po them pastaj për në një gotë showbizi e në një gazetare që vazhdon ala tjetë gazetare, megjithëse i ka rap baterit, që merreshin me rrethin e lympreftit. Mbyllim këtu gjëjtë Thanas. Në mesin e viteve 90 kishin tjetër stil këto socialistët. I martonin gocat e freshit me diplomat huaj. Rasti Karl Sibendritit për shembull, me një gocë tiranëse pianiste e freshit, ka qenë rasti sekretarit partë ambasadës italiane De Nicolo nga Italia u transferuar nga Shqipëria në Brazil ai, edhe atë e martuan me gocë freshit. Tani kanë ecur përpara, nuk i martojnë më me të huaj. Kaq kisha. Faleminderit. Edhe unë të falenderoj shumë për bisedën e Gjergj Thanasit dhe është e sigurt që do të jesh prapë shumë shpejt në këtë podcast, sa dhe unë jam i sigurt që prapë publiku do të kërkojë. Ktu përfundon. Gjë për të thënë. Patjetër, gjithmonë. Ktu përfundon ky emision edhe për ditën e sotme, ju lutem takim javën e ardhshme. Mirupafshim.